Casey dhe Stelina në përputhen janë deklaruar ekskluzivisht për njëri tjetrin. Gjatë javëve që kanë qenë pjesë e programit të dashurisë, kanë dëshmuar se në raportin e tyre ka pasur ulje dhe ngritje. Për Casey, u shpreh se për sa kohë arrin që të gjejë rrugën e duhur të komunikimit me Stelinën, gjithçka duket premtuese. Kur Maggie i pyeti në lidhje me të ardhmen e tyre, Casey e kishte planifikuar gjithçka si në raportin dashuror dhe në biznes gjithashtu. Ai u shpreh gjithashtu se ishte ai që kishte gjithçka në dorë dhe se Stelina ishte dakord me këtë pjesë. Ata dhuruan emocione të bukura në studio, pasi Stelina pranoi ftesën e Caseyt për t'u deklaruar për njëri tjetrin. Pavarësisht pritshmërive, shumica e konkurrentëve nuk ishin dakord në lidhje me zgjedhjen e tyre, ku Marcella u shpreh duke thënë: "Pse nuk e merr gruan tënde dhe tani të dalësh, sepse qëllimi i përputhen u përmbush." Në fund, Casey dhe Stelina sqaruan se kjo ishte një zgjedhje e tyre, që nuk do të dilnin me askënd tjetër në emision, por vetëm me njëri tjetrin.